Rritja e çmimeve në treg, sidomos për produktet bazë dhe karburantet, ka rikthyer në vëmendje nevojën për ndërhyrje sociale. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaron se nëse situata e kërkon, qeveria është e gatshme të ndërhyjë me paketa mbështetëse për shtresat më vulnerabël. Jemi duke monitoruar në mënyrë të vazhdueshme situatën, kryesisht edhe se si do të reagojë tregu për sa i përket rritjes së çmimeve dhe kush do të jetë niveli i inflacionit muaj pas muaj. Në të njëjtën kohë, një nga masat kryesore ekonomike për këtë vit mbetet mbështetja për bujqësinë, që do të nisë kompensimin e TVSH-s nga një korriku i vitit 2026. Vëret se kemi një rritje të transaksioneve midis fermerëve me nipt dhe grumbulluesve dhe përpunuesve, shuma potenciale vetëm për 3 mujorin e parë të vitit 2026 është 400 milion lek, shumë e cila do të kalojë në llogaritë e fermerëve. Ndërkohë, treguesit fiskal japin sinjale pozitive. Të ardhurat në buxhet kanë arritur në rreth 205 miliard lek në 3 muajt e parë të vitit, ndërsa autoritetet vijojnë monitorimin e çmimeve, veçanërisht për naftën që ka ndikim zinxhir në ekonomi. Peshën më të madhe në këto të ardhura e zën tatimet, e pasuar më tej me dogana, kemi një rritje të shpenzimeve buxhetore me rreth 5.9%. Në tërësi, politikat ekonomike po orientohen drejt balancimit me stabilitetit fiskal dhe mbrojtjes sociale, në një kohë kur luhatit e çmimeve mbeten sfida kryesore për ekonominë familjare.